lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Genc Malushaj. Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Yahya Jaga për 5 vjet mandati ktheu 4 ligje në kuvend, dekretin sudhas disa kandidatëve për ambasador. Aktet të dhunës mbi institucione e prona rikthejnë pasiguri në vend, pasojat mund të rriten nëse nuk merret masat e duhura. Vetëm 47 inspektor kontrollojnë mbi 50.000 biznese në Kosovë, mbikëqyrja del të jetë misioni i pamundur. Banorët e shtetit të Skënderajt nuk kanë ku t'i varrosin familjarët, detyrohen që varimet i bëjnë nëpër fshatra. Përgjatë mandatit 5 vjeçar, presidentja në largim atifete Yahya Jaga ka kthyer në kuvend 4 ligje. 13 të tjera nuk i ka dekretuar fare, përsa kohë që vizë nuk u ka dhënë as disa prej kandidatëve të propozuar për ambasador. Me 7 prill ajo pritet i bartë përgjegjësitë të Hashim Thaçi. Presidentja e vendit Atifete Yahya Jaga do të mbahet mend për mos tolerim të dekretimit të disa ligjeve për shkak të përmbajtjes së tyre, e që i kanë kontribuar ish kolegëve të saj, pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, gazetarëve në rastin e kthimit të kodit penal dhe në sektorin e ekonomisë. Gjatë mandatit të saj, ajo ka kthyer ligjin për policinë, me të cilin pati kontestuar mangësitë që ishin vërejtur në kontroll adekuat dhe të unifikuar të kufive shtetëror. Zyra e Yahya Jagës kishte kthyer edhe ligjin për pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Por presidentja e Kosovës Atifete Yahya Jaga pati kthyer edhe kodin penal të Republikës së Kosovës, duke kontestuar nenet 37 dhe 38 që kanë të bëjnë me përgjegjësinë e gazetarëve. Edhe përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë i patën kërkuar Yahya Jagës që të rikthej kodin dhe të kërkoj qartësimin e neneve që kanë të bëjnë me mediat. Zyra ligjore e presidentës Yahya Jaga pati kthyer edhe ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Sipas presidencës, gjatë vitit 2015, presidentja Yahya Jaga nuk e ka kthyer asnjë ligj. Ajo nuk i ka dekretuar edhe 13 ligje të tjera sipas kuvendit, të cilat në harmoni me ligjin janë publikuar me automatizëm në gazetën zyrtare. Presidentja nuk po emëron edhe të propozuarit politik në krye të ambasadave dhe konsulatave të Kosovës në përbot. Përfshirë deputetën Teuta Saxhia, Nazane Breca, Luljeta Vuniqi e Skënder Durmishi. Arsyeja e zvarritjes ka të bëjë me tejkalimin e kuotës së përcaktuar me ligj, që 50% e emërimeve të reja duhet të bëhen nga anëtarët në detyrë të shërbimit diplomatik. Gjatë mandatit të saj, ajo i është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretimin e përputhshmërisë së parimeve të Asociacionit të Komunave Serbe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ky institucion ka konstatuar se me marrëveshjen e parimeve janë shkelur 23 nena të kushtetutës, duke i tërhequr vërejtjen e ekzekutivit gjatë hartimit të dekretit. Partia drejtuar nga kryeministri Sa Mustafa i ka bërë publike 2 video në të cilat paraqitet sulmi me molotov në drejtim të shtëpisë së shefit të qeverisë. Këto incizime kjo parti ka lëshuar krahas thirrjeve që u ka bërë të gjitha subjekteve tjera politike për distancim nga gjua dhe veprimet anarkiste. Lidhja Demokratike e Kosovës duke marrë shkas nga një komunikate AAK-s lidhur me sulmin ndaj presidencës dhe duke mos paragjykuar kryerësit e tij, thekson keqardhjen e saj se akte të tilla kriminale ka pasur në vazhdimsi në muajt e fundit edhe se pas tyre nuk ka pas distancim të qartë nga të gjitha subjektët. Sipas kësaj partie, vlen të theksohet se gjatë këtyre muajve është hedhur molotov mbi policinë e Kosovës në disa protesta. Është djegur një pjesë objektit të qeverisë së Kosovës, janë djegur makinat e familjarëve të ministrave dhe zëvendës ministrave, të shefave të grupeve parlamentare, të LDK-s e PDK-s. Janë hedhur disa shishe molotovi mbi shtëpinë e kryeministrit Mustafa, janë dëmtuar 10 zyra të LDK-s nëpër Kosovë dhe është djegur zyra e PDK-s në Deçan. LDK përkujton se së paku 6 çanta me 39 shishe koktej molotovi, policia e Kosovës i kishte gjetur edhe në tendat e ngritura në shesh, si dhe më herët në selinën një partie. Sa i përket rolit të viktimës, së vërteta hidhur është se tash e sa muaj për përfitime krejtësisht politike,
Në Kosovë po viktimizohen interesat madhore të qytetarëve të Kosovës, po pengohet puna e institucioneve legale e legjitime, po dëmtohet imazhi i vendit, po vështirësohet zhvillimi ekonomik, proceset integruese evropiane, liberalizimi i vizave e plot procese të tjera, thuhet në njoftimin e LDK-s. Prandaj kjo parti kërkon nga të gjitha subjektet politike që të distancohen përfundimisht nga këto veprime dhe nga diskursi i legjitimimit të gjuhës anarkiste të molotoveve dhe gazrave helmuese në jetën publike e politike, duke u thirrur në kauza totalisht të paqena, e të cilat kanë nënveritur qytetarët dhe partnerët tanë strategjik ndërkombëtar tash sa muaj. Ndërkaq LDK-ja për vete thotë se nuk do të luajë kur rolin e prokurorit, policisë apo gjyqtarëve, por mbi të gjitha nuk do të pranoj kur për asnjë përfitim politik të luajë rolin e keqbërësit, duke dëmtuar interesat e qytetarëve dhe të shtetit. LDK vlerëson se janë institucionet e rendit dhe drejtësisë ato që do t'japin përgjigjen e merituar dhe në kohë optimale atyre që ushtrojnë dhunë, thuhet në komunikatën e partisë që drejtohet nga kryeministri Isa Mustafa. 2 muajt e fundit, vendi është përballur me disa sulme që cënojnë sigurinë e vend, e që më parë nuk kanë qenë gjithashtu të shprehura. Vënia e zjarrit në disa vetura të personave zyrtar nga ekspertë e sigurisë cilësohet si një element shumë serioz që mund të ketë pasoja edhe më të mëdha nëse nuk merren masat e duhura. Vënia e zjarrit në veturat e zyrtarëve shtetëror konsiderohet si një akt serioz dhe nuk duhet kaloj pa u dënuar, nga se izolimi i tyre mund të ketë pasoja edhe më të mëdha. Sipas njohësve të sigurisë në vend, këto sulme nga individuale mund të kalojnë në sulme të një niveli tjetër, e që mund të shkaktojnë rrezik të përgjithshëm. Sipas tyre, ato po shfrytëzohen nga një palë e tretë, e së cilës si konvenon që Kosova të jetë në një kaos edhe nga aspekti i sigurisë. Mendoj se këto janë vepra të cilat vijnë nga shërbimet e huaja, të cilat kanë interesin e tyre si ta destabilizojnë vendin përmes këtyre veprimeve apo akteve që është djegja veturave, qoftë atyre zyrtare dhe atyre private. Provoj me një veprim elementar, është djegja një veture. E shqetësojnë reagimin e policisë dhe aparatit tjetër shtetëror se sa është gjendja ai me përballë, me kundërvi atij veprimit. Nëse shohin se veprimet policore nuk janë të efektshme, atëherë vazhdojmë matutje me këtë modus operandi veprimeve dhe deri te ndonjë akt më i madh, si nuk është akt ndaj ndonjë objektit, por ndaj ndonjë personit apo individëve të caktuar. Domthonë, jemi në shkollën apo në drejtimin ku veprimet e tilla çojnë dhe të cënimi i integritetit personal të individëve. Se veprimet e tilla mund të jenë dorë një palë të tretë, e pohon edhe Avni Islami, ligjërues dhe njohës i sigurisë. Islami ka thënë se pikërisht për këtë fakt, institucionet e sigurisë në vend duhet të jenë efikase në punën e tyre. Do e pas parasysh gjendjen aktuale politike dhe të sigurisë në Kosovë është e mundshme, por asnjëherë nuk duhet të hidhet poshtë se edhe faktori i tretë, i cili është interesuar që Kosovën të mos e shë stabile, mund të veprojë në mënyrë që të ndjell uti dhe pasiguri edhe mes popullatës për dhe subjekte politike. Pra, duhet të matur qoftë pozita, qoftë opozita që në këtë situatë të mos ja prononcime tek tok dhe të mos aludojnë në askën dhe të lehet drejtësisë në dorë dhe drejtësia ta vendos apo të digjej fajtori se kush e ka kryer këto vepra penale. Ai ka theksuar se sulmet e tilla nuk mund të cilësohen si terroriste në asnjë moment, por si sulme individuale që mund të pasohen nga akte të tjera edhe më të rënda. Në 2 muajt e fundit janë djegur më shumë se 3 vetura zyrtare nga persona deri më tani të panjohur. Vetura e bashkëshortës së ministrit Memli Krasniqi, bashkëshortës së Bajram Gecajt, vetura e Ismet Beqirit dhe ajo e Adem Grabovcit kanë besuar djegje, ndërkaq hetimet për rastet po vazhdojnë. Policia e Kosovës ka shtuar masat e sigurisë pas sulmeve që kanë ndodhur ditëve të fundit në drejtim të institucioneve dhe pronave private. Policë të shumt tani janë me rroba civile. Policia e Kosovës ka njoftuar se është drejt identifikimit dhe arrestimit të personave të dyshuar të përfshirë në sulme ndaj institucioneve dhe pronave private. Në një njoftim për media, thuhet se policia e Kosovës dhe njësitet e saj relevante në të gjitha rastet e dëmtimit apo asgjësimit të pasurisë shtetërore dhe asaj private, menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore për hetimin dhe zbardhjen sa më parë të këtyre rasteve. Sa i përket rasteve të dëmtimit, djegjes së veturave zyrtare apo atyre private,
të personaliteteve të ndryshme. Policia thotë se është duke zhvilluar hetime intenzive bazuar në autorizimet ligjore. Të gjitha dëshmit relevante të konfiskuara në rastet e caktuara, duke përfshirë dhe ingjizimet, janë duke u hetuar dhe analizuar nga njësitet kompetente, me qëllim të zbardhjes sa më parë të këtyre rasteve kriminale dhe sjelljes para organeve të drejtësisë të personave të dyshuar në këtë raste, thuhet në njoftim. Pas kësaj, policia e Kosovës me qëllim të parandalimit të rasteve të tilla kriminale ka marrë masa shtesë në shtimin e prezencës policore të uniformuar dhe atyre me rroba civile. Policia e Kosovës falenderon të gjithë qytetarët për bashkëpunimin e ndërsjellë të treguar deri më tani dhe njëkohësisht inkurajon ata që kushdo që posedon ndonjë informacion ta njoftoj policinë në mënyrë që të parandalojnë dhe zbardhen sa më parë këto raste kriminale. Për daljen nga kriza në të cilën është futur vendi nga shtatori i vitit e kaluar janë ofruar mundësi të ndryshme, por 3 partitë opozitare nuk lëshuan pe dhe kundërshtuan marrëveshjen për asociacionin dhe demarkacionin. Së fundmi edhe lista serbe si pjesë e koalicionit qeverisës del me propozime, zgjedhje të reja ose formatim të koalicionit. Po përsëritet historia, ku vendi vazhdon të mos funksionojë normalisht që nga shtatori i vitit të kaluar. 3 partitë opozitare vetëvendosja AK dhe Nisma për Kosovën përdorën metoda të ndryshme, që nga sulmet me ujë, shishe, vezë, gaz lotësjellës dhe protesta masive. Këto veprime në kundërshtim të 2 marrëveshjeve, asaj për asociacionin dhe demarkacionin me Malin e Zi. Edhe në vitin 2014 për 6 muaj, Bloku Vlan i pati pamundsuar Hashim Thaqit, ish kryetarit të PDK-s, që të formojë qeverinë, edhe pse partia e tij doli fituese në zgjedhjet e qershorit të atij viti. LDK, që ishte pjesë e bllokadës së parë më të gjatë të punës kuvendit, nuk e ka ndërmend të plotësoj kërkesat e opozitës. Kërkesa këto, që në fillim kishin të bënin në kundërshtim të marrëveshjeve, e tashtë po kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministrit dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Kurse në qeveri insistojnë në zbatimin e 2 marrëveshjeve, duke dënuar ashpër format që kanë zgjedhur 3 partitë opozitare. Por opozitës që nga fillimi kanë ofruar edhe dialog për kapërsimin e krizës. Dhuna u dënua edhe nga institucionet ndërkombëtare, duke kërkuar nga të 2 palët që të gjejnë kompromis. Edhe pse kërkojnë dialog në qeveri, mendojnë se kjo krizë mund të zgjasë. Ne mund të kemi një situatë të tillë politike deri në fund të vitit. Unë shpresoj që nuk do ta kem. Por një parti që është pjesë e koalicionit qeverisës dalje nga kriza e sheh në 2 mënyra. Lista serbe nuk lejon as formatimin e koalicionit, ku bën pjesë edhe vet, por pa dhënë më shumë detaje se si dhe kur mund të ndodhte kjo çështje. Sipas Lubomir Marić, ministri i administrimit dhe pushtetit lokal, kriza politike ka zgjatur kaq shumë nga se shtetet me ndikim të perëndimit kanë qenë të interesuara në zbatimin e ligjit për gjykatën speciale. Është çështje nëse ekziston çasti i ri që relakson raporte brenda bashkisë shumicën në Kosovë, në kuptim të marrëveshjes së mundshme lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ose ndryshime në kuptimin e aranxhimit politik brenda koalicionit qeverisës. Po që se nuk vjen deri te kjo, gjendja me siguri nuk do të shkojë në drejtim të qetësimit. Ashtu dhe sikur shefi i tij, Isa Mustafa, këshilltari Gecaj, thotë se zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen në vitin 2018. Por për datën e mbajtjes së zgjedhjeve ka ndryshuar mendim presidenti në ardhje Hashim Thaçi. Ai ka thënë se qysh pas 7 prillit, kur pritet të marrë postin e presidentit të vendit, është gati të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, nëse për këtë mirën vesh partitë politike në vend. Në Vjenë të Austrisë ka filluar punimet seminari i zgjeruar i ministrave të punëve të jashtme i organizuar nga Partia Popullore Evropiane. Në këtë forum të nivelit të lartë nga Kosova merr pjesë zëvendës ministri i jashtëm Valon Myrtezaj. Në agjendë janë tema të rëndësishme me të cilat po përballet kontinenti evropian, si migracioni, Ballkani Perëndimor dhe tema të tjera. Në mesin e pjesëmarrësve pritet të jetë edhe ministri i jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz, Elmar Brok, udhëheqësi i Komitetit për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian, Komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn, presidenti i EPP-s Joseph Daul, si dhe shumë ministra të jashtëm dhe personalitetet tjera të rëndësishme të politikës evropiane. Sistemi i informimit shëndetësor është i domosdoshëm për të ndërtuar skemen e sigurimeve shëndetësore dhe listën e barnave esenciale. Por, sipas lëvizjes vetëvendosje, një gjë e tillë është larg, pasi që sipas tyre pushteti ka përdorur këtë çështje për pasurim, duke bërë publike keqpërdorimet në këtë çështje.
Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar skandalin e radhës, siç e quajnë ata, në shëndetësi, duke shprehur akuza në drejtim të krerëve të ekzekutivit dhe gjyqësorit. Derisa Isa Mustafa e Hashim Thaçi po shkelin kushtetutën sipas Vetëvendosjes, këta po inkurajojnë edhe të tjerët të shkelin ligjin, duke përmendur ish-ministrin e shëndetësisë Ferit Agani dhe këtë aktuali Met Ramani. Ata kanë bërë të ditur se për implementimin e fazës së dytë të sistemit për informim shëndetësor në listën e ngushtë të kompanive të përzgjedhura është Printek. E njëjta kompani në tetor të vitit 2012 kishte marrë tenderin për blerjen e hardware-it për të instaluar sistemin e informimit shëndetësor, për të cilin projekt ka marrë 1.5 milion euro, por që asnjëherë nuk është realizuar me përjashtim të disa testimeve. Në emër të kësaj kompanie kishte nënshkruar Ymer Shahini. Vetëvendosje ka gjetur se në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve nuk figuron fare si përfaqësues i kësaj firme Ymer Shahini. Zoti Ymer Shahini, pra vllai bashkëshortë të Enver Hoxhaj, atkoh ishte ministri i punëve të jashtme, nënshkruan këtë kontratë, por në ARBK, në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, ky person nuk figuron fare si palë. Dhe për më shumë i njëjti njeri është nën hetime dhe ndiqet nga Interpoli dhe FBI. Implementimi i këtij projekti është dashur të ndodhte brenda 36 muajve dhe parashitet që për 12 muaj të sillen pajisjet dhe për 24 muaj të sigurohet mirëmbajtja e këtyre pajisjeve për informimin e sistemit shëndetësor në Kosovë. Në rast të vonesave në performancë, kompenzim prej 0.1% të vlerës së kontratës në bazë aditore duhet të ngarkohet atij që jep shërbimin, por sipas lëvizjes Vetëvendosje, një gjë e tillë asnjëherë nuk ka ndodhur. Sipas Vetëvendosjes, kontraktorit i është bërë pagesa prej 1 milion euro, por 4 vjet pas nënshkrimit, ende nuk është bërë asgjë në këtë drejtim, as nga organet e drejtësisë, përkundërse kjo çështje është duke u hetuar për më shumë se 1 vjet nga prokurori Shkëlzen Ibrahimi. Prokurori i çështjes Shkëlzen Ibrahimi do të duhej të prononcohet se pse nuk procedohet më tutje dhe si qëndron problemi, sepse tashmë kontrata duhet të përfundohet. Sistemi i informimit shëndetësor është i domosdoshëm për të ndërtuar skemën e sigurimeve shëndetësore dhe listën e barnave esenciale dhe pushteti sipas Vetëvendosjes për të ndihmuar keqpërdorimeve për këtë të fundit ka emëruar në krye të Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale jeton Shalën. Sipas Vetëvendosjes, ndaj Shalës ka kallëzim penal për keqpërdorime derisa ishte ushtrues detyre i këtij agjencioni. Sipas Ediu dhe Shkretës, pushteti aktual po vazhdon të përdor për pasurim përveç resurseve ekonomike edhe ato sociale. I menjëhershëm ka qenë reagimi i ish-ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj. Ai ka përmendur 3 të pavërteta që sipas tij Vetëvendosje i ka thënë në konferencën për media. Hoxhaj ka deklaruar se Vetëvendosje me këtë gjuhë nuk po bën asgjë tjetër post-fashizëm politik. Vazhdojmë me lajme të tjera. Vetëm 47 inspektorë kontrollojnë mbi 50.000 biznese aktive në Kosovë. Numri i vogël i inspektorëve ka bërë që të shkelen të drejtat e punëtorëve dhe ligji i punës. Kështu vlerësojnë inspektoriati dhe sindikata e punëtorëve, ndërsa ministri Arban Abrashi thotë se rritja e numrit të inspektorëve tani është e pamundur. Rreth 50.000 biznese aktive në Kosovë inspektohen vetëm nga 47 inspektorë. E për ta bërë gjendjen më të pafavorshme, këto biznese vizitohen vetëm një herë nga inspektorët. Ndërsa kjo po i rëndon edhe të drejtat të punësuarve në bizneset private për shkak të moszbatimit të plotë të ligjit të punës dhe sigurisë në punë. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës, Basri Ibrahimi për Tribuna Channel, thotë se gjatë punës së tyre hasin në shumë parregullsi. Mirë po qëllimi i tyre është që t'u ikin sa më shumë gjobave në mënyrë që të mos i dëmtojnë bizneset. Në këtë mënyrë ai mendon se nuk dëmtohen as punëtorët. Natyrisht që ka dispozita të caktuara të cilat shkelen dikon respektohen, por megjithatë nuk është gjendja çfarë ne dëshirojmë dhe çfarë kanë dëshirojnë punëtorët. Dhe natyrisht derisa ne në vitin 2015 kemi hasur mbi 1800 punëtorë pa kontrata pune. Kjo vetvetiu tregon që ka dispozit është në një pjesë është shkel ligji i punës. Ndërkaq kryetari i BSPK-s Haxhi Arifi pohoi se sektori privat mbetet ai në të cilin ka më së shumti shkelje të drejtave të punëtorëve e për këtë vë fajin të numri i vogël i inspektorëve. Mos implementimi i ligjit punës ashtu siç është dëshirueshme të ne, mos implementimi i marrëveshjes kolektive në nivel nacional,
dhe normal që atje ka probleme të shumta edhe për kontrata, edhe për pagesat, edhe për orarin e stërgjatën të punës. Nga ana tjetër, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, ka thënë për Tribuna Channel se ka kërkuar nga qeveria rritjen e numrit të inspektorëve, por që kjo rritje tani për tani është e pamundur. Është vërtet që numri i inspektorëve është i pamjaftueshëm në mënyrë që të mbulojmë në mënyrë konstante gjitha kërkesat dhe obligimet ligjore. Kemi adresuar kërkesat tona në qeveri për rritjen e numrit të inspektorëve, por për momentin rritja e numrit të zyrtarëve në sektorin publik është e pamundur. Sidoqoftë kemi hartuar plane dhe sisteme të reja inspektimit që me këtë numër të arrijmë maksimumin. Gjithashtu jemi duke punuar në një platformë kur publiku në mënyrë anonime do të mund të raportonte rastet e shkeljeve dhe inspektoriati do të reagonte dhe besojmë që edhe kjo metodë do të ndihmonte në realizimin e synimeve të inspektoriatit. Inspektoriati i Punës në vitin 2015 ka gjetur mbi 1800 punëtor pa kontrata pune. Të zhgënjur me fryrjen e listave të veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, veteranët kanë kërkuar sërish që të mbyllet komisioni qeveritar për verifikimin e statusit të veteranëve të UÇK-s. Fryrja e listave të veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës është shqetësim i vazhdueshëm për veteranët dhe invalidët e luftës. Ata kanë kërkuar që të mbyllet komisioni qeveritar për verifikimin e statusit të veteranëve të UÇK-s. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të UÇK-s, Gjevdet Qeriçi, ka thënë për Tribuna Channel se është përgjegjësi e qeverisë rritja e numrit të aplikuesve për statusin e veteranit apo invalidit, nga se kjo po ndikon dhe dëmton buxhetin e ndarë për këto kategori. Ai shpreh shqetësimin e tij se aplikimi për të fituar statusin ka qenë pa kurfar kritere. Krejt përgjegjës për këtë është qeveria për fryrjen e këtyre listave, sepse nuk ka në farforme nuk ka pas asnjë kriter brenda aplikacionit për të aplikuar. Ka pasur të drejtë secili qytetari i këtij vendi të aplikojë për të drejtën e statusit veteranëve të luftës së UÇK-s. Nga ana tjetër, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi është deklaruar për Tribuna Channel se pastrimi i listave merr kohë, nga se ky proces është i ndërlikuar dhe me këtë duhet të merren organet e drejtësisë, nga se qeveria e ka të pamundur të ndërhyjë në këtë proces. Qeriçi thotë se javën e kaluar ka pasur takime me ministrin Abrashi, me të cilin kanë biseduar për problemet me të cilat po përballen veteranët dhe invalidët. Sipas tij, veteranët të cilëve ju njihet statusi tashmë kanë filluar të marrin pensionet e tyre. Qeriçi ka thënë se janë në pritje të udhëzimit administrativ, në bazë të cilit do të ngritet komisioni për kategorizimin e shkallës së invaliditetit. Se ky kategorizim është imediat dhe i nevojshëm, e thotë edhe kryetari i shoqatës së invalidëve të luftës së UÇK-s, Fadil Shurdhaj. Ai për Tribuna Channel ka thënë se kërkesa e vazhdueshme e invalidëve të luftës është kategorizimi i tyre dhe vlerësimi i gjendjes përmes komisioneve mjekësore. Ai ka thënë se statusi i tyre ka mbetur i padefinuar mes veteranit dhe invalidit, gjë e cila do të definojë nga vlerësimi i komisionit mjekësor. Autoritetet komunale në Mitrovic kanë njoftuar se lumi i Sitnica ka dalë nga shtrati dhe ka përmbytur disa shtëpi dhe qindra hektar tokë të punueshme. Sipas një njoftimi të dhënë në webfaqen zyrtare të komunës së Mitrovicës, thuhet se situata është mjaft serioze, gjë që paraqet rrezik serioz për vërshime shumë të mëdha të shtëpive dhe bizneseve që shtrihen përgjatë lumit. Uji që ka dalë nga shtrati ka vërshuar 4 shtëpi në ish stacionin e vjetër Hekurudhor në Frashër. Pastaj ka rrezikuar për të vërshuar tërësisht biznesin hotelier Villa Lux dhe bizneset e tjera Mitro Metali, Scania Trans, 2 firma të lopëve e tjerë, që shtrihen në të dy anët të lumit në afërsitë e tunelit të Bajirit, thuhet në njoftimin e komunës së Mitrovicës. Komuna po ashtu ka njoftuar se rreshtit e shiut kanë dëmtuar shumë edhe rrugën që lidh lagjen doktorëve me krojën e Vitakit në veri të qytetit, ku gjysma rrugës asfaltuar është shembur tërësisht dhe paraqet rrezik për qarkullimin e njerëzve dhe automjeteve. Vazhdojmë edicionin me një temë tjetër problemore. Banorët e Skenderajt nuk kanë ku t'i varrosin familjarët e tyre. Për këtë gjë ata detyrohen që varrimet i bëjnë për fshatra dhe qytete të tjera. Banorët e Skenderajt nuk kanë se ku t'i varrosin familjarët e tyre. Në mungesë të varrezave, këta qytetarë detyrohen që të afërmit e tyre t'i varrosin në fshatrat përreth apo edhe në qytetet e tjera.
Komuna e Skenderajt ka ndarë një parcel për Vareza, por ishin qytetarët ata të cilët e kundërshtuan këtë vendim të komunës. Mirë po, ka hasur të lashe dhe kundërshtime të banorëve të asoj pjese, veçanërisht për banorët e një lagjës së fshatit Klinë e Poshtme, cilët kanë kundërshtuar përkatësisht kanë refuzuar ndërtimin e projektit të Varezave të qytetit në atë pjesë. Ndërsa zgjedhja e lokacionit të radhës pritet që të bëhet në ditët në vazhdim. Me vendim të kuvendit komunal është ndarë parcela dhe ajo gjendet në mes të Skënderajt dhe fshatit Klinë e Poshtme, një hapësirë e cila është dedikuar për Vareza. Skenderaj megjithatë nuk është i vetmi qytet që nuk ka Vareza. Një familje 4 antarësh jeton në një podrom të një personi nga komuniteti rom në kushte jo të mira. Skënder Zuka, krye familjar, thot se kanë bërë shumë kërkesa në komunën e Prishtinës, por nuk kanë ndërmarrë asgjë. Ndërkaq zyrtarët e komunës thonë se i kanë ndihmuar kësaj familje me 102.5 euro social në muaj. Kishte ardhur nga Medvegja pasi që në katundin e tilla pashtis nuk ishte mbetur me asnjë njeri. Pasi kishte ardhur në Prishtinë ishte martuar por pa pasur një vend ku të jetoj, që nga viti 2000 familja 5 antarësh Zuka jetoi në një podrum të një Romi që nuk ka kushte për jetesë. Kryefamiljari i kësaj shtëpie Skënder Zuka tregon për gjendjen në të cilën jetojnë. Po jetojmë alla pen 2000 çtu jemi, tu jetuam me grua. 3 fëmijë çtu në djalë vogël na pa dek çtu pe vllogë. Pish ujt na hedimnit që dy këta nej stejna për funi ashtu uj. Pra s'ka banja, s'ka verës jashtë mini dajka e gruja tash qëtu një kërit për kja metë. Zuka thot se është i papun, por që nga njëherë punon me hekurishte dhe me kanaqe. E kjo familje krejt që ka merë është një social prej 85 euro. Dalë qëtu me do hekra, me do tazat lëmenka qështu së me amor dë boksës. Me punu e qash pas rret kush, dhe qka jam si pa qep, për vja disi, nuk jam bashmirë. A i bën thirrje që kushdo që ka mundësi le ta ndihmoj pasi që sipas tij kërkesa që ka bërë në komunën e Prishtinës, që nga koha kur kryetari i komunës së Prishtinës ishte kryeministri i tanishëm Isa Mustafa nuk janë marrë parasysh. Ndërsa zyrtar nga komuna e Prishtinës thonë se kjo familje merr ndihmë sociale 102.5 euro në muaj nga komuna e Prishtinës. Miranda Mullafazliu, zyrtare për informim në komunën e Prishtinës, tha se kjo familje është ardhur nga Lebana, komuna e Medvegjës. Komuna e Prishtinës i ka ofruar ndihmë sociale dhe kjo familje është riatësuar dhe jeton në një shtëpi të një Romi, tash e 4 muaj pasi që ka emigruar në valën e fundit. Ajo ka thënë se sa i përket banesave sociale në Hajvali është në fazën përfundimtare, ndërtimi i rrjetit të kanalizimit dhe shumë shpejt këto banesa do të jenë të gatshme për banim. Pas përfundimit të punimeve dhe formimit të komisionit do të bëhet shpallja publike ku secili qytetar që mendon se i plotson kushtet e kërkuara do të mund të aplikojë dhe pas vlerësimit të komisionit dhe vendimit përfundimtar, bashkë me asamblenë komunale banesa do të jenë të gatshme për shfrytëzim. Objekti ka 100 njësi banesore, prej të cilave 50 njësi janë të parapara për rastet sociale, kurse 50 tjera për kategoritë e dala nga lufta e fundit. Ky projekt në tërësi duke përfshirë të gjitha punët ka kushtuar edhe 700.000 euro. Para se të vazhdojmë lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok, ju njoftojmë se sot në Ankara ka ndodhur një shpërthim i madh, me që rast kanë mbetur të vdekur të paktën 5 persona dhe shumë të tjerë janë lënduar. Arsyet e shpërthimit ende nuk dihen. Tani vazhdojmë me lajmet të tjera që kanë ndodhur gjatë ditës në përbotë. Negociatori i opozitës siriane Muhamed Allush ka thënë të shtunën se tranzicioni politik i Sirisë mund të nisë vetëm kur Bashar al-Assad të mos jetë më president. Konsiderojmë se periudha e tranzicionit nis me rënien e Bashar al-Assadit apo vdekjen e tij, u ka thënë ai raporterëve në Gjenevë, ku pritet të nisë një raund i ri i bisedimeve pasore të hënën, raporton Reuters. Nuk ka mundësi të nisë kjo periudhë me prezencën e këtij regjimi apo me kreun e këtij regjimi në pushtet. Ai e përshkruan si të pavlerë deklaratën e ministrit të jashtëm të Sirisë, Walid al-Mualem, i cili gjatë ditës së shtunë tha se presidenca nuk është e gatshme për diskutime në këto bisedime. Së paku 7 zethar janë vrarë nga shembja e një minjere të Thëngjillit në pjesën veriperëndimore të Pakistanit. Kjo shembje në minjere në Orakzai ishte shkaktuar nga tërheshurat të mëdha. 2 zethar ende konsiderohen të zhdukur, ndërsa zyrtarët kanë thënë se janë shpëtuar 26 punëtorë.
por përpjekjet për shpëtim po pengohen në masë të madhe nga të rreshurat intensive. Ushtria pakistanese ka kumtuar se mbrëm voni ka dërguar më së 100 pjesëtar të saj për të ndihmuar në operimin e makinerisë së rënd. Minierat në Pakistan janë të njohura për standardet e ulta të sigurisë dhe ventilimit të dobët. Së paku 43 punëtor janë vrarë në mars të 2011-s, ku nga një eksplodim është shkaktuar shembje në minierën e Thëngjillit në provincën Baluchistan. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione vizitojeni edhe faqen gazeta-tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.